Si të bësh video me cilësi maksimale në iPhone. Janë disa settings që duhen ndryshuar për të mundësuar këtë gjë. Në këtë mënyrë do arrish të nxjerrësh më të mirë nga telefoni jot. Dhe do kuptosh që nuk ka nevojë që të kesh telefonin më të mirë ose kamerën më të mirë. Mund të bësh video super cilësore me atë që ke në xhep. Vitin e parë të videove që bëja në TikTok dhe në Instagram i kam bërë të gjitha me telefonin tim. Në atë periudhë një iPhone 14 Pro. Prandaj e di se çfarë po flas. Do fillojmë direkt me më kryesorët. Shkojmë te settings dhe futemi te kamera. Dhe këtu fillojmë modifikimet tona. Futemi te record video dhe do shikoni shumë formate të ndryshme regjistrimi, por ajo që unë këshilloj është 4K 30 frame per sekond. Duhet të dini dhe duhet të kuptoni që formati për Reels dhe TikToket, pra videot vertikale, është maksimumi 1080p, pra Full HD. Por unë regjistroj në 4K që të kem mundësinë të bëj zoom në video pa humbur kualitet. Pastaj, cila është më e mirë? 24, 30 apo 60 frame per sekond. 60 frame per sekond hiqeni direkt, aty flasim për slow motion, ose në rastin se po bën gaming dhe video duhet pak më dinamike. Në rastet e tjera, standardi kryesor është 24 dhe 30 frame per sekond. 30 frame përdoret për mediat, pra lajmet, emisionet televizive dhe rrjetet sociale, ndërsa 24 dhe 25 frame per sekond vendoset dhe përdoret në për filma. Përdoret për të dhënë atë lukun pak më kinematografik. Pra, nëse doni të përdorni 24 ose 30, është preferenca juaj. PAL formats ju këshilloj ta mbani aktive sepse nëse doni të regjistroni në 24 frame per sekond, ne europianët duhet të regjistrojmë në 25 frame per sekond sepse ndryshe do të kemi atë flickering të dritës, e keni parasysh kur drita bën ato lëvizjet e saja, pikërisht sepse hercat e dritës janë ndryshe në Amerikë dhe në Europë dhe PAL formats është pikërisht për tregun europian. Pra për ne. Aktivizoni gjithashtu Enhanced Stabilization, në këtë mënyrë telefoni do të bëj video akoma dhe më të stabilizuara pa pasur nevojën e një gimbali të jashtëm. Opsionet e tjera jo aktive, sidomos HDR video. Mos përdorni HDR video sepse komplikon shumë procesin e editimit dhe komplikon edhe nëse videon e hedhi pa edituar direkt në për story dhe në Reel dhe TikTok. Kjo për një arsye super të thjeshtë sepse jo të gjitha mediat, jo të gjithë programet e editimit arrin të suportojnë një HDR të mirë dhe duhet se s'bën të bëjmë modifikime që pastaj të kemi një dynamic range, pra një range të drithijeve perfekt. Më mirë mos e përdorni fare, as unë nuk e përdor. Lock white balance, një opsion shumë i rëndësishëm, sidomos nëse regjistroni në ambiente të brendshme të mbyllura, pra siç po regjistroj unë momentalisht ku kam kontroll mbi dritat e mia dhe e di që jam këtu, nuk do lëviz. Nëse regjistroni në ambiente të tilla, ju këshilloj ta aktivizoni lock white balance, pra telefoni të mbaj një white balance statike, mos ta ndryshoj gjatë gjithë kohës, pra në një moment video të jetë më ngrohtë, në një moment të jetë më ftohtë. Ajni, jo aktive vetëm nëse dëgjoni jashtë. Në këtë mënyrë mos të merreni ju me white balance të ndryshme. Nëse regjistroni brenda, mbajini aktive. Tani kalojmë te slow motion, 1080p 120, 1080p 240 ose 4K 120. Ajo çfarë unë këshilloj është që të ngelni te 120 frame per sekond, sepse 240 po është video më ngadalt, mund të bëni më shumë punë me atë, por edhe kualiteti bie goxha, sepse janë më shumë frame për të procesuar dhe nuk është një punë e lehtë. Këshilla ime 4K 120 ose 1080p 120. Kalojmë tani te cinematic video, ajo që thash që parë vlen edhe këtu, 24 apo 25 frame per sekond. Pse jo 30? Sepse jemi në modalitetin cinema, pra diçka kinematografike. Në këtë rast këshilla ime 4K 25 frame per sekond. Vazhdojmë më pas te audio ku unë këshilloj të mbani audio stereo dhe wind noise reduction aktive. Në këtë mënyrë nëse regjistroni jashtë, era do të hiqet automatikisht nga iPhone-i. Tani kalojmë te formats. High efficiency, photo mode 24 megapiksel, por këto janë për fotot. Ndërsa poshtë edhe ProRes mund të aktivizoni, mund ta çaktivizoni, sipas meje shumë pak të regjistrojmë edhe ProRes, kështu që edhe mund ta çaktivizoni sepse për të regjistruar në formate pak më profesionale dhe ju këshilloj aplikacionin më vonë. Ndërsa te preserve settings, ato që duhet të ndryshoni janë të paktën sipas preferencës tuaj, nuk mund t'ju them unë gjë. Aktivizoni te composition, grid dhe level. Në këtë mënyrë kur të shkoni te kamera do të keni pikërisht këtë rrjetën, siç i thon, gridin që do ju ndihmoj me xhirimin e videos tuaj të dini se ku i keni të pozicionuar objektet. Edhe levelin mbajeni aktiv sepse në këtë mënyrë do ju dali një nivel praktikisht në mes ku do ju tregoj nëse video juaj është e drejtë apo jo. Lens correction aktiv sepse nëse xhironi sidomos në wide angle, lentja wide angle pikërisht rumbullakos pak cepa dhe nuk është një gjë shumë e bukur. Nëse doni që ato cepa mos jenë të rumbullakosura, aktivizoni lens correction sepse
është një opsion që telefoni e bën shumë mirë edhe kamerat e kanë. Në këtë mënyrë arrin t'i drejtoj pak më shumë dhe mos të duket ai fishaj efekti që nuk është aq i bukur. Me settings mbaruam, tani kalojmë te kamera. Keni opsione nga më të ndryshmet, po do ju tregoj 2-3 gjëra që janë me të vërtetë shumë interesante. Te video këtu lart siç e shikoni keni 4K 30 frame per sekond, që është modaliteti që xhiroj unë. Nëse doni të ndryshoni, mjafton ta shtypni dhe do dalin të gjitha opsionet e tjera. Në këtë mënyrë mund t'i ndroni shpejt fare. Gjithashtu nëse shtypni tek këto pikat këtu keni versionin Action Mode. Aktivizojeni nëse jeni duke vrapuar, nëse jeni duke ecur shpejt me telefon dhe doni që stabilizimi të jetë perfekt. Në rastet e tjera nuk duhet. E tani, sa prej jush e përdorin pjesën e exposure-it, sa prej jush ulin dritën duke klikuar në ekran dhe më pas duke bërë scroll poshtë ose lart. Është një gjë që e bëjnë të gjithë, jam shumë i sigurt, por ka një mënyrë më të mirë për ta bërë. Sepse nëse ju shtypni në ekran, bllokoni fokusin në një pjesë të imazhit dhe kjo nuk është një gjë e mirë sepse pastaj për të marrë fokusin sërish, telefoni vonohet pak. Por mund ta bëni edhe ndryshe duke mbajtur shtypur, aty e lokoni, pra e bllokoni vetëm në një pikë fokusin, edhe atë nuk e këshilloj shumë. Por nëse jeni te kamera, shtypni te to 3 pikat që shikoni lart, keni exposure, nga këtu uleni dhe çojeni ku të doni. Në këtë mënyrë fokusi do vazhdoj të rri aty ku duhet, pra automatik, dhe exposure do të rri në të njëjtin vend, nuk do ndryshoj më. Nëse doni -0.3, 0.7, plus 0.7 e të tjera me radhë. Për videot sa më të mira unë këshilloj -0.3, -0.7 maksimumi. Tani kalojmë te seksioni cinematic. Unë nuk e përdor shumë, por nëse dëgjoni video me cinematic mode, nuk ju këshilloj të mbani f-t, pra f-stopet më të ulta. Aperture që shikoni këtu, sepse telefoni e bën në mënyrë digjitale, nuk është një gjë shumë e bukur për t'u parë. Nëse dëgjoni me cinematic mode, do ju këshilloja midis 7 dhe 8 stopet. Në këtë mënyrë video del më natyrale në sytë e njerëzit. Ndërkohë që bëni video, ju këshilloj video dhe foto në fakt, ju këshilloj që të përdorni numrat për zoom, pra 0.5, 1, 2, 4 dhe 8 në këtë rast. Nuk ju këshilloj zoomin nëpërmjet këtyre sepse është një zoom digital dhe nuk arrini të përdorni pikërisht sensorin e bër apostafat për atë, pra për të përdorur zoomin optik. Nëse ai përdorni kështu, keni kualiteti maksimal. Nëse përdorni në mënyrën tradicionale, kualiteti do bjeri pak. Nëse doni videot akoma dhe më profesionale, ju këshilloj të përdorni aplikacionin e Blackmagic Camera. Me të vërtet mund të bëni maksimumin nga telefoni juaj dhe të krijoni video që shumë pak persona do dallojnë nëse janë bërë me telefon apo me aparat. Dhe këto janë dhe settings që duhet të përdorni. Në këtë mënyrë do të keni kualitetin maksimal të videos, ngjyrat më të mira dhe çdo gjë tjetër. E ky që është një ndryshim nata me ditën me aplikacionin zyrtar të kamerës. Besoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer, nëse është kështu lini një like, një koment dhe një subscribe në kanal. Faleminderit të gjithë atyre që do e bëjnë. Ne shihemi javën tjetër me një video të ardhshme.